Alo, Je? përshëndetje zotri, kush po përfiton më shumë nga qeverisjet në Kosovë? Unë mendoj se na gërnoqat, sepse edhe unë jetoj jashtë. Jam pjesë e E tyre. pse the gërnaq atje me qenë si jeton jashtë? Se na kanë heq kartonin e gjelbërt, nuk Po. paguajmë karton gjelbërt. Po? Na kanë liru tash edhe fluturimet për marrë në Kosovë. Po? Unë mendoj që gjithçka është të bo politike. A du të më qyt gërnaqa me qenë se kështu i referove vetes? Po, mas i ka thonë Valen Sylla, unë mendoj që për shumicën e rasteve ka drejt, sepse unë ja kisha ndalu me votu ata që jetojnë jashtë, sepse i kanë kushtet e mira, nuk ja vlen më me jetu në Kosovë me ta zgjedh ty kryetaren ose kryeparlamentarin. Ti voton? Unë e votoj, unë votu deri tash më nuk e kam plan me votu. Po. Kë Sepse ke jam i votu? zhgënjur. Po. Kë ke votu herën e fundit? Herën e fundit e kam votu Lëvizjen, mirë po kam dalë i zhgënjur. Për shkak se pesha gjendjen aktuale që në Kosovë, që në rrugët, s'ka ndryshuar kur gjë që domethënë 4 vitet e fundit. Edhe nuk mendoj se ja vlen prapë me ardhe me votu ose Po. po. Zotri, faleminderit shumë, përshëndes. Alo? Alo? Alo, Kush po përfiton më shumë nga qeverisjet në Kosovë, zotri? mendoj që